Shqipëria rënditën ndërvëndet me cilësinë më të ulët të arsimit të lartë në Europë dhe Azinë Qendrore sipas raportit të fundit të Bankës Botërore Greater Heights Growing to High Income to Europe and Central Asia. Sipas raportit, nëse nuk përmirësohet cilësia arsimore, madje rrezikon të mbetet me të ardhurat mesatare për 2 gjenerata. Raporti thekson se arsimi nxit talente dhe zhvillim ekonomik, por cilësia e tij në Shqipëri është në rënje. Rezultatet e PISA tregojnë përkeqësim në matematikë dhe lëndët bazë, një trend i nisur para pandemisë dhe i përkeqësuar më tej. Gjithashtu probabiliteti është që fëmijët të jenë më të arsimuar se prindërit të rishulur, megjithëse mundësia për të ndjekur arsimin e lartë është rritur. Arsimi profesional i ndjekur vetëm nga 17% të nxënësve shqiptar shpesh nuk përgatis student për tregun e punës. Ndërkohë arsimi i lartë vuan nga financimi i ulët, kurrikula të vjetërsuara dhe mungesë infrastrukturore moderne. Shqipëria nuk figuron në asnjë nga randitet prestigjioze të universiteteve botërore. Sipas bankës, pa reforma urgjente për të rritur cilësinë e arsimit dhe integrimin e talenteve në tregun e punës, Shqipëria do të mbetet në nivelet më të ulta të zhvillimit ekonomik.